Ju thatë pra që konferenca e Londrës nuk I ka përcaktuar kufit e qartë Shqipërisë. Pse mbeti Kosova jashtë Shqipërisë? Kosova rreziku ka qenë që edhe një pjesë territorit tjetër shkëputët, jo vetëm Kosova. Shumë pak ka dokumente që është diskutuar çështja e Kosovës. Më tepër është diskutuar çështja e Çamerisë, më tepër. Janina dhe kjo pjesa, po shumë pak ka dokumenta që ku përmendet çështja e Kosovës. Ka disa nivele të larta, diskutime, ka dokumenta, memorandume që kanë dërguar një numër shumë të madh, po nuk kanë pas efekt imediat, për vendosjen e Se mendoni pastaj që mbeti Kosova jashtë, pra, çfarë ndodhi? Nuk është përmendur fare. Ka pasur interesim nga Shqipëria në atë kohë që ta mbante Kosovën apo thjesht nuk ka pasur? Si Shqipëria nuk ka pas fuqi, interes ka pas natyrisht nuk diskutohet për ato, po nuk ka pas fuqi, domethënë, politike që ta bëj përpjekje që Kosova të jetë pjesë e Shqipërisë prej kohës konferencës paqes. Ka bërë përpjekje shembull edhe Mredi Zog, Hasan Prishtina me një moment I ka thonë Zogut, ose Kosova të jetë pjesë e Shqipërisë, ose Shqipërinë do ta shkatërrojmë. Do të thonë ka qenë jashtëzakonisht radikale dhe kanë bërë luftë, do të thonë për ruajtjen e territoreve shqiptare që të jenë pjesë e Shqipërisë, sidomos pjesa e Kosovës edhe pjesa ku sot njihet si shqiptarët e Maqedonisë. Në këto dokumente të cilat I keni parë pra prej konferencës Londrës, ka pasur diçka, për shembull që ndonjë dokument që nuk është ditur, ndonjë fakt që do ta ndryshonte edhe historinë, flasim pak edhe për prapaskenat e konferencës Londrës. Ka pas, në Londër ka luajtur rol të madh një komitet shoqata anglo-shqiptare në 1918, më herët ka qenë si komitet shqiptar. Këtë ka themeluar një britanik me emrin Aubrey Herbert, ka qenë mik I Isa Buletinit e Ismail Qemalit. I ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme dhe kanë botuar dokumenta shumë, kanë ndërzuar dokumenta gazetave, institucioneve, antarëve të parlamentit, antarëve të House of Lords, edhe kanë njoftu për problemin, kanë diskutuar në parlament për çështjen e masakrave, domethënë sa ka ndodhur. Shembull, është rast shumë interesant, një nën konsul në Shkup, Walter Peckham, ka raportuar për masakrat që kanë ndodhur gjatë luftave ballkanike. Edhe del shembull që në Prishtinë janë vrarë 4.000, në Prizren 3.000, vendet ndryshme në Shkup, domethënë tregon hollësisht tregon për edhe janë dëshkimet e tija, kujtimet e tija janë të pabotuara, po raportet që ka dërguar në Ministrinë e Jashtme janë botuar me një libër që kemi botuar me Robert Elsin, Kosova histori dokumentare 1912 1945. Për botuar dhe Shqip, ka botuar Koha këtë libër. Por kujtimet e tija janë jashtëzakonisht interesant, si tregon që ka qenë dëshmitar I vetëm si diplomat dhe ka raportuar për çështjen e shqiptarëve e Kosovës edhe masakrave që kanë ndodhur në atë kohë. Përveç kësaj kemi një masakër që ka ndodhur në Pej, në Rozhaj, Plaf, në Gusi, 1918, nga forcat serbe malazeze që janë vrarë 8.000 veta për gatë më pak se një javë. Këtë dokument, Bredi Pejani me një Asaf Qami ja kanë dërguar konferencës paqes në Paris. Dhe kanë botuar një formë libri, tregojnë për, domethënë, mënyrat që janë vrarë, numri I tyre, edhe çfarë, domethënë, zone për cilit fshat kanë qenë këto, domethënë, familjare. Shumë që ka vërtet 8.000 veta janë vrarë për një kohë shumë të gjatë. Mu më rezultojnë shembull për gjatë luftave ballkanike, vrasjet që kanë ndodhur mund të jenë afër 50.000 veta vetëm për 2 vjet që janë vrarë. Domethënë numër shumë I madh, po. Jo zakonshëm, domethënë. Dhe qëllimi ka qenë I propagandës serbe që sa më shumë të vriten shqiptarë, se qëllimi ka qenë konferenca ndërkombëtare, se sipas statistikave të popullsisë tregojnë se shqiptarët kanë qenë shumicë. Si me zbrit këtë numër që të vriten shqiptarët sa masovikisht. Shembull, paka shumë nuk flet askush për masakrat që kanë bërë sërt në Maqedoni. Tani fundi ka dalë një libër që ka bërë një Maqedon. Thot masakrat në Shqipëri, Maqedoni dhe Bullgari. Ky e kishte humbur dhe familjen e vet.
Nuk ka asnjë studiuz deri tani që kanë shkruar për masakrat, domethënë, në Shqipëri, jo se jo, po edhe as vendet tjera nuk kanë shkruar fare, domethënë, edhe ka qenë një organizim i jashtëzakonshëm i qeverisë dhe i lobit serb që kanë organizuar dhe kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme të mëshme kundër popullatës pafajshme.